Dashi, ditën e sotme do të ndjeni të mbushur me energji pozitive. Mundësitë për të përmirësuar marrëdhëniet me partnerin janë të mëdha, prandaj kushtojini vëmendje ndjenjave dhe emocionet tuaja. Në punë, ndikimi i yjeve do ju ndihmojë të përballoni sfidat me kuraj dhe inteligjencë. Është momenti ideal për të ndarë idetë tuaja inovatore me kolegët apo shefat. Financat do përmirësohen nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Shijoni mrekullitë e natyrës dhe lejoni mendimet pozitive të udhëheqin ditën tuaj. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke gjetur kohë për aktivitete që ju sjellin gëzim. Besoni me intuitën tuaj dhe ndiqni rrugët që ndriçohen nga drita e brendshme. Kjo ditë ka potencialin të jetë magjike. Demi, një ditë e ngrohtë ju pret ku ëndrat dhe qëllimet merren me mendime të thella. Në dashuri, ndjeni një harmoni të veçantë duke krijuar qasje të reja me partnerin tuaj. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, ato do të vlerësohen thellë. Në punë, sot është momenti për të treguar iniciativë dhe krijimtari. Një bisedë e papritur me një koleg mund të sjellë ide të reja dhe të frytshme. Financat tuaja janë të qëndrueshme, por është mirë të mendoni për një plan afatgjat kursimesh. Mos e nënvlerësoni fuqinë e pushimit dhe relaksimit, jepini vetes kohë për të reflektuar. Në fund të ditës do të ndjeni të plotësuar dhe me një ndjesi të qetë shpirtërore, ashtu siç e meritoni. Binjakët, dita fillon me një ndjesi të lehtë shqetësimi, por mendja juaj do të gjejë shpejt qetësinë. Kjo është një kohë ideale për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Një bisedë zemërgjir me një mik të afërt mund të sjellë qartësi dhe ngrohtësi. Në punë, një projekt i rëndësishëm kërkon vëmendje, bëni prioritet për të përfunduar detyrat me përkushtim. Financat mund të përmirësohen nëse vendosni të shkurtoni disa shpenzime të panevojshme. Në mbrëmje, një shëtitje e qetë mund të ndihmojë në çlirimin e stresit. Ndiqni intuitën tuaj dhe mos kini frikë të ëndërroni. Ju jeni në gjendje të krijoni mundësi të reja nga ajo që kemi. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional dhe lejoni zemrën të udhëheqë rrugëtimin tuaj. Daforia. Sot, ditët e ftohta të vjetorit do të sjellin një ngrohtësi të papritur nga ata që të rrethojnë. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e sinqertë me një mik të afërt do të ndriçojë rrugën drejt mirëkuptimit më të thellë. Mos ndalo së kërkuari ndihmë kur të duhet, dikush ka dëshirë të të mbështesë. Në punë, do të vëresh një rritje të motivimit dhe energjisë. Një mundësi e re do të të ndihmojë të shfaqësh talentin tënd. Kushtoj rëndësi detajeve financiare, pasi ato mund të fshejnë diçka të vlefshme. Planifiko me kujdes dhe do të përfitosh. Dëgjoje zemrën tënde dhe mos harro të vlerësosh momentet e qeta. Sot është dita për të parë përtej horizonteve dhe për të besuar në mundësitë e së ardhmes. Luani. Ditën e sotme, zemra juaj ndriçon me ngjyrat e dashurisë dhe mund të ndjeni një afeksion të veçantë për njerëzit përreth. Kushtoni kohë të dashurve tuaj dhe keni për të parë se sa shumë ngrohtësi do të merrni mbrapsht. Në punë, është koha për të treguar guxim dhe për të ndarë vizionet tuaja. Një ide e re mund të sjellë frytet që keni pritur prej kohësh. Financat duken të stabilizuara, por qëndroni larg shpenzimeve të tepërta. Një menaxhim i kujdesshëm do të sjellë paqe mendore. Tregoni vetes pak më shumë mirëkuptim dhe besoni në rrugën tuaj unike. Nëse ndjeni ndonjë trazim të brendshëm, meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e shpirtit tuaj të zgjathë. Virgjëresha. Sot një energji e re do të pushtojë ditën tënde, duke të dhënë një ndjenjë rifreskimi në zemër. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur me partnerin është çelësi i një marrëdhënie harmonike. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të bëhet mjaft interesant. Në punë, tregohu i kujdesshëm me detajet dhe mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Kreativiteti yt është në kulm, prandaj shfrytëzoje për të zgjidhur sfida të vogla. Financat kërkojnë një balancë, shmang shpenzimet e panevojshme dhe bëj një planifikim të kujdesshëm. Kujdesu për shëndetin mendor duke marrë pak kohë për reflektim dhe qetësi. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të rigjetur ekuilibrin e humbur. Kjo është koha për të ndjekur ritmet e zemrës. Peshorja. Sot do të ndihesh i balancuar dhe në paqe me veten. Intuita jote është e fortë, duke të dhënë aftësinë për të marrë vendime të zgjuara në çështjet profesionale. Përpjekjet tuaja të kaluara në punë fillojnë të japin fryte, duke sjellë mundësi të reja. Në aspektin personal, energjia ditore favorizon harmoni në marrëdhëniet dashurore. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, shih përreth, një njohje e re do të të ngrohë zemrën. Financat duken të qëndrueshme, por shmang rreziqet e panevojshme. Kushtoj kohë për të relaksuar dhe për të medituar, pasi kjo do të përmirësojë mirëqenien tënde emocionale.
frymëzohu nga bukuria e natyrës dhe lejoje të mbush me energji pozitive. Akrepi. Dita e sotme sjell një energji të re dhe plot ngjyra. Në marrëdhëniet personale, dëgjoj madhërisht zemrën dhe i hapur ndaj bisedave që ndriçojnë shpirtin. Surprizat romantike kanë potencial të shëndetshëm për të zhvilluar. Në punë, përqendrohu te projektet që kërkojnë kreativitet, duke i dhënë jetë ideve të mëdha që ke ruajtur për një kohë të gjallë. Kujdesu për detajet dhe mos e humb besimin tek vetja. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, kontrollo buxhetin dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Relaksohu dhe përkëdhel veten me një moment qetësie. Sot është dita për të rigjetur balancën e brendshme dhe për të ndier mirënjohjen për çdo gjë të vogël që të sjellë buzëqeshje. Beso te magjia e së tashmes. Shigjetari. Dielli kthehet të ndriçojë rrugën tuaj sot, duke ju sjellë energji pozitive dhe optimizëm. Bisedat me miq dhe të dashurit do të jenë frymëzuese, ndaj mos hezitoni të ndani mendimet që ju pushtojnë. Në sferën profesionale, përqendrohuni në projektet e reja që kanë potencial për zhvillim afatgjallë. Kujdesuni për detajet dhe bëni kujdes të mos shpërqendroheni nga gjëra të vogla. Në dashuri, surprizat mund të jenë të këndshme, prandaj lejoni zemrën të udhëheqë. Financat tuaja kërkojnë një qasje të mençur, kujdesuni për shpenzimet spontane. Sot është dita për të dëgjuar intuitën tuaj, ajo nuk do t'ju shkënjejë. Jepni vetes pak kohë për reflektim dhe shijoni momente të qeta, të cilat do t'ju mbushin me paqe dhe harmoni. Britsjapi. Në këtë ditë të dhjetorit, qielli i ndërlikuar i yjeve fton reflektim dhe vendosmëri. Një valë energjie pozitive rreth punës tënde do sjellë mundësi të reja. Kujdes me vendimet financiare, shmang rreziqet dhe përqendrohu në stabilitet. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Zemra juaj kërkon paqe dhe është koha ta dëgjoni atë më shumë. Përqafoni ndryshimet dhe mos kini frikë të hapni dyrë të reja. Ndjenjat të thella mund të lindin papritur, ato sjellin rikthimin e një sensi të humbur. Fuqia juaj e brendshme do t'ju udhëheqë në drejtimin e duhur. Merrni kohë për të menduar se si mund të përmirësoni balancën midis punës dhe jetës personale. Mos harroni, gjithçka qëndron në harmoninë. Ujori. Ditën e sotme, energjia e brendshme do të ndriçojë rrugën tuaj, duke sjellë qartësi në mendimet dhe vendimet tuaja. Në dashuri, mund të ndjeni një dëshirë për të forcuar lidhjet me partnerin. Bisedat e hapura dhe të sinqerta do të jenë çelësi për të kuptuar ndjenjat e njëri tjetrit. Në punë, projekti që keni në mendje do të kërkojë përkushtim dhe fokus, por përpjekjet do të shpërblehen. Mundësitë financiare mund të shfaqen në mënyrë të papritur, ruaj një qasje të matur për të mos u nxituar. Ndjenjat tuaja do të jenë të thella dhe të pasura, duke ju ftuar të eksploroni pasionet e fshehura. Ndiqni intuitën dhe mos kini frikë të shprehni veten plotësisht. Harmonia është pranë jush. Peshqit. Sot mund të ndihesh si një udhëtar në mes të një ëndre të bukur. Në dashuri, hap zemrën dhe lër që ndjenjat të rrjedhin natyrshëm si një lumë i qeltë. Nëse ke një bisedë të pasgjidhur me partnerin, kjo është një ditë ideale për të folur me qetësi dhe mirëkuptim. Në punë, kreativiteti yt do të jetë në kulm, prandaj mos nguro të paraqesësh idetë tua, pasi ato mund të sjellin vlerësime. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifiko buxhetin me mençuri. Mbaje mendjen të qetë dhe medito nëse ndjen tension. Lidhjet me natyrën do të të mbushin me energji pozitive, prandaj gjej kohë për një shëtitje ose një moment reflektimi në natyrë.